A e dini se pse ndonjëherë Allahu nuk e bekon një marrëdhënie, një punë apo edhe ditën tonë? Sepse secili prej nesh dëshiron të fitojë, por askush nuk dëshiron të lëshojë. Mendo pak për trafikun. Nëse secili do të linte vetëm një makinë të futej në kolon, komunikacioni do të ishte shumë më i rrjetshëm. Por çfarë bëjmë ne? Afrohemi pas makinës përpara që askush të mos ta kalojë. Mendojmë se fituam disa sekonda, por në fund të gjithë humbasim minuta. E njëjta gjë ndodh edhe në jetët tona. Dy njerëz grinden. Të dy e dinë se një më fal do të zgjidhte gjithçka. Por secili pret që tjetri ta thot i pari. Kalojnë ditë, javë, ndonjëherë edhe vite. Dhe një problem i vogël kthehet në një plagë të madhe. Muhamedi a.s. ka thënë, nuk i lejohet një muslimani ta bojkotojë vëllain e tij më shumë se 3 ditë. Sa herë që egoja jon fiton, marrëdhëniet tona humbasin. Forca nuk është të fitosh çdo debat. Forca është të dish kur të lëshosh, kur të falësh dhe kur të bësh hapin e parë për hir të Allahut. Ndoshta nuk do të fitosh argumentin, por mund ta fitosh zemrën e një njeriu. Dhe ndonjëherë kjo është fitoria më e madhe.